kjo është një rast që ka ndodhur në vitin 2021 dhe është të saktë ajo që është djegur lokali i Reshterit në fjalë, por që deri më tani ne nuk kemi mundur që të krijojmë, ndoshta për shkak të kohës së gjatë, nga viti 2021 deri në vitin 2025 ku kemi 4 vite, ne nuk kemi mundur deri më tani të paktën të ndërlidhemi ndonjë motiv apo ndonjë arsye apo ndonjë shkak që do të ishte djegja e lokalit me pjesën e vrasjes, sepse në të dy rastet e kemi të njëjtin, domthonë është i njëjti dëmtum, qoftë djegja e lokalit, qoftë vrasja, por nuk ka ndonjë lidhshmëri deri më tani po flas që ka të bëjë me këto lidhjen e këtyre dy rasteve. A është duke vojtuar në atë vetëm me ngritje dorë të lutna. Arton Amiti prej Kallzofikom, a është duke vojtuar edhe ajo pistë? Sigurisht që Prokuria Themelore në Ferizaj do të hetoj të gjitha pistat e mundshme në këto vitet e fundit se çka ka ndodhur që në komunën e Kaçanikut, por që deri më tani po tham, nuk ka ndonjë ndërlidhje që shkaku i djegjes dhe së lokalit dhe shkaku i vrasjes së tani të ndjerit policit Reshterit Muhamet Lika të kenë ndonjë ndërlidhje ndërmjet vetë.